ata u informuan se Suel Çela ditën e natë po zbaton porosinë e Edi Ramës për të zgjedhur deputete një mile, Sara Mile. Dhe se Edi Rama i thot Suelit, kontributi yt do matet me votat që merr Sara. Edhe unë i them Suelit, se në mënyrë absolute do të ndërshkohet në mënyrën më të rëndë për krimin monstruoz elektoral kushtetues po vazhdojnë të mënyrë. Tani i thot Edi ati, prova jote është që të kuptohet se ke kontribue votat e Sarës. Po ndurs, Gysi, me Pojen, ky Poja nuk qenë nga Xhevdet Troplini, është nip i tij, pas ka marrë fuqinë e klanit tani aty. Ai që nga omnipotenti me Gjushi. Gjushi ditë e natë urithi i Durrësit të i krimit, nuk rri shtëpi, rri në takime me Malavitën, për të nxjerrë këtë dhe atë kandidat. Mirë i them, ati nipit Troplinëve, Dasja ka mbjemra, se se ka, nuk jam ajmen tani, s'ka nësi, ja gjevnë ati, se ja kam diku këtu, po. Vazhdo po deshe, bashkë me Altin Hajrin, por ju garantoj se do keni ndëshkimet më të rënda, se krimi elektoral do shpallet krim me 20 vite denim. Po, dhe ti mbledhin vetë pastaj sa u bën me krimet tjera, që su dalin 2 jetë po t'i kenë për burg. Po Bajrët i transferoj Ulëziu në Reç. Shkoni e keni në Reç. Se kërkoj Safeti i tha, tani unë nuk i kam duart e lira këtu te 313, se këtu regjistrohet e bëhet çdo gjë, do më çojnë në Reç që të punoj. Dhe nga Reçi, ai me 2-3 telefona që ka marrë, kanë telefonat, kërson biznismen e tjerë. Dhe u thomu këtyre kriminalëve që marrin pjesë, që zbatojnë urat e Edi Ramës, vetëm hëna mund të mbetet për ju, se mbi tokë vend nuk keni, se po bëjmë kriminal ndërkombëtar elektoral. Dhe po emrat e tyre po shkojnë kudo. O të më sjellish ti Sarën, thot në parlament, ose do shkosh në burg. Dhe ai rrin tani, terrorizon njerëz, më shpëtoni mua, votoni për Sarën. Shumë e vërtet. Dori këtu e kam mesazhin. Shumë të saktë. Po, e njohur fare. Sueli është në kërkim, Altin Hajri është në kërkim për këtë nipin e Troplinit, nuk e di nëse është në kërkim apo jo, po do pyes, do marr informacion më të saktë se ky del tani se ky tani pas ka marrë gjithë frenat në dorë të portit e të gjitha, që nga më i fuqishme aty bashkë me Gjushin. Ato përpjekje që bën Sueli për të prunë Sarën se do t'ja lehtësoj, çdo vot Suel të them unë ty dhe Safet dhe çfarë keni emrat, çdo vot që do shkoj te kandidatët e caktuar nga Edi Rama do t'u ndëshkoj ju.